Mbi 30 milion euro do t'jetë investimi i cili do të bëhet në komunën e Tetovës për rikonstruimin e sistemeve të kolektorëve dhe kanalizimeve dhe ndërtimin e stacionit për pasrim të ujrave të zeza në Tetovë. Kjo tha gjatë debatit publik për studimin e vlerësimit të ndikimit ndaj mjedisit jetësor për projektin, ndërtimi dhe rikonstruksioni i sistemeve të kolektorëve dhe kanalizimeve dhe ndërtimi i stacionit për pasrimin e ujrave të zeza për aglomeracionin e Tetovës, që organizohet nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor dhe Komune e Tetovës. Sipas antarit në Këshillin drejtues të këtij projekti, Fatmir Saiti, dokumentacioni teknik është përfunduar dhe pritet të njëjti të vihet në funksion. Ai nënvizoi se mjeti janë siguruar nga Bashkimi Evropian dhe një pjesë nga Qeveria e Maqedonisë. Projekti do të përfshijë fshatrat Reqice Madhe dhe e Vogël, së bashku me fshatin Poroj dhe Xhepçisht. Ky projekt sipas Saitit është projekt kapital dhe do të duhet kohë për të implementuar të njëjtin. Në këtë fazë janë të përfshirë 3 komuna, pra siç është Tetova, Manastiri dhe Strumica. Dokumentacionin teknik dhe tenderik është më i përfunduar dhe revidohet. Kemi të fituar vlerën prej të miratuar në qeveri prej 32 milion eurove, e cila me gjasa do të zbret në 30 milion pas sugjerimeve të Jaspers, një institucionit teknik të Unionit Evropian, nga të cilat 23 milion pra do t'i finansuan ky institucion, Unioni Evropian, ndërsa 7 deri 8 milion do t'i finansuan qeveria e Republikës së Maqedonisë. Pra flasim vetëm për pjesën për komunën e Tetovës. Për komunat tjera tani më Strumica ka filluar të realizojë furnizimin publik dhe janë para, aty është diku te 20 milion, kurse ne mendojmë se do të shkojmë në paket me Manastir. Në ndërkohë, zëvendës drejtori i projektit Dirk Fike thotë se në Maqedoni ky projekt filloi disa vite më parë. Projektot za odpadni vodi vo Tetovo që opfaqja. Projekti për ujrat nëntoksor në Tetovë përfshin ndërtimin e stacionit të pastrimit të ujrave të zeza për 95.000 banor dhe ndërtimin e rreth 30 kilometra të rrjetit të kanalizimit në qytetin e Tetovës, si dhe rrjetet sekondare në Reqicë të Madhe dhe të Vogël, Falisht, Xhepçisht dhe Poroj. Ne jemi afër fundit të projektit në aspektin e kompletimit të dokumenteve, presim që procedura e tenderimit të përfundojë shpejt në pranverë të këtij viti, kurse realizimi i projektit presim që të filloj vitin e ardhshëm, tha Dirk Fike. Qyteti i Tetovës dhe komunat rurale për moment në këtë aspekt kanë mungesë të investimeve sa i përket kanalizimeve atmosferike dhe filtrimin e ujrave të zeza, nga se shumica e ujrave të zeza derdhen drejt për së drejti në lumin Shkumbin, të cilët më pastaj derdhen në Vardar.